Po ndali një vetur që po hynte në Maqedoninë nga kufiri në Tabanovc. Për dallim nga procedurat e deritanishme të sjelljes së policit, nga sot këta pjesëtar duhet ua përmendin palëve të treta se po e regjistrojnë me kamera këtë bisedë. Kjo pasi policia e trafikut nga e premtja do të bartë në këmish një kamera të këtillë. Madje edhe po njoftojnë shoferët që po hyn nga Serbia në Maqedoni me fletushka informuese. Vozitësit që vinë nga jashtë thonë se kjo praktikë është në të mirë të përgjithshme. Janë këto kamera automobiluara për regjistrimin e kontrollit policor dhe janë shumë të rëndësishme. Për mua çdo gjë është njëjtë. Për këtë punë në Tabanoc zbriti edhe ministri i policisë Mitko Çavko. Sipas tij, ky projekt do të sigurojë transparencë më të madhe në raport të punës së policisë me shoqërinë. Por ka edhe një anë tjetër, me që pritet që do luftojë korrupsionin në policinë e trafikut. Synojmë të arrijmë dy qëllime: sigurimit të sigurisë të qytetarëve dhe bashkësisë, si dhe njëkohësisht edhe respektimit të drejtave dhe lirive të njerëzit. Është ky edhe një projekt për ngritjen e integritetit dhe sjelljes profesionale të policëve në kryerjen e detyrës së tyre. Për aspektin e luftës ndaj keqpërdorimit të detyrës zyrtare të policisë, foli edhe përfaqësuesi i Këshillit Republikan për Sigurinë në Trafik. Stojqe Stamenkovski beson se vendosja e kamerave në këmishat e policisë do të jetë mas parandaluese për shumë çka. Ky projekt në njërin anë do të zvogëlojë keqpërdorimin edhe nga ana e qytetarëve dhe do të vërtetojë një proces të saktë që njëkohësisht do të jetë një hap para në punën e transparencës së policisë. Kreu i njësisë mobile për sigurinë në trafik, Bobi Gjorgjiev, sqaron për përdorimin e kësaj kamere edhe për obligimin që policët kanë ndaj saj. Pas mbarimit të detyrës, shërbyesi i policisë është obliguar që pas mbarimit të punës materialin e regjistruar të hedhë në bazën e të dhënave në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Madje nuk lejohet që ta sheh materialin as të përmirësojë të njëjtin. Projekti për pajisjen e policisë së trafikut me kamera të regjistrimit u realizua në bashkëpunim me ambasadën amerikane në Shkup, e cila dhuroi këto pajisje regjistrimi. Vlera e përgjithshme e këtij donacioni është $65.000.